Të dielën do të luhen 2 nga 6 ndeshjet e javës së 22 të kampionatit të kategorisë së parë në futboll. Matjana do të presin këtë javë ekipin e Lirisë së Fushkrujës. Ndeshja do të luhet në orën 13:30 minuta në fushën e stadiumit Leri Ballabani të qytetit të Burrelit. Skuadra e drejtuar nga tekniku Samuel Nikaj pritet të kërkojë pikët maksimale pas suksesit edhe një javë më parë, ku fitoi në transfer ndaj ekipit të Lushnjës. Skuadra matjana ka zhvilluar stërvitje gjatë gjithë javës, ndërsa të shtunën mori udhëzimet e fundit për të qenë gati në përballjen e së dielës. Drejtues të stafit teknik thanë se formacioni do të jetë i plot dhe se është kërkuar që të mos ketë asnjë gabim në këtë sfidë, në mënyrë që ecuria e mirë e ekipit të vazhdojë. Skuadra Burrelit pozicionohet aktualisht në vendin e 4 me 29 pikë në total, ndërsa fushkryesjet janë të pozicionuar në vendin e 7 me 25 pikë, të grumbulluara në 21 javë kampionat. Ndeshjet e luajtura të shtunën përfunduan Apolonia Pogradeci 2-2, Korabi Skënderbeu 0-0, Kastrioti Kukësi 2-1 dhe Lushnja Laçi 0-1. Veç ndeshjes Burreli Liria të dielën do të luhet edhe sfida Besa Luftëtari.